Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë se çfarë po ndodh mes Ukrainës dhe Rusisë, teksa Vladimir Putin nuk ka ndërmend të tërhiqet nga Ukraina. Po ndërkohë do të flasim edhe për situatën në rajonin e Ballkanit, se sa rrezikohet Kosova nga Serbia, por nga ana tjetër a ka një tërheqje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Kosova dhe rajoni i Ballkanit, apo është thjesht një perceptim mbi politikën e Donald Trump, teksa mësohet se nga 26 maj dhe deri më 9 qershor në Kosovë do zhvillohet, ose më saktë është duke u zhvilluar stërvitja më e madhe ushtarake mes forcave të sigurisë së Kosovës dhe ushtrisë amerikane. Për të folur për çështjet e sigurisë dhe gjeopolitikës, ne kemi të ftuar ekspertin e çështjeve të sigurisë nga Gjermania, zotin Morad Makolli. Zoti Makolli, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Zoti Makolli, si lexoni veprimet politike dhe gjeopolitike të Rusisë dhe Ukrainës, teksa ka përpjekje për negociata, por Vladimir Putin nga ana tjetër nuk ka ndërmend që të tërhiqet? Çështja e luftës mes Ukrainës dhe Rusisë është një çështje që po kalon për masa tjera, që janë pritur, por do të shikojmë se si do zhvillohen në të ardhmen, pasi që kemi ndërhyrjen e presidentit Donald Trump direkt në bisedime, ku ka zhvilluar një bisedë me Vladimir Putinin, presidentin e Rusisë, por që nuk ja ka arritur të ulë në tavolinë dhe të bisedoj për ndërprerjen e kësaj lufte dhe zhvillimin e bisedimeve pasore. Vladimir Putin dhe ka dhënë një urdhër që tash në pjesën lindor të bëj 50.000 trupa të gatshme dhe të hyjnë në pjesën e lindore të Ukrainës. Dhe kjo është diçka që tregon për masa tjera ku Putin nuk është i gatshëm për dialog dhe as bisedime, por ai ka synimin dhe detajisht dihet që ai dëshiron të përkull ushtrinë ukrainase dhe po ashtu Zelenskin dhe të marrë pjesën e tina të cilën e ka planifikuar. Vetëm një reagim i fortë i Donald Trump ose forcave amerikane bashkërisht me NATO mund të bëjë të mundshme se ndërpritet kjo luftë, e cila është katastrofike në pjesën e Evropës, që ndikon edhe në jetën e përditshme të çdo qytetarit Bashkimit Evropian, po ashtu edhe në pjesën ballkanike. Zoti Makolli, çfarë mesazhi kërkon të jap Donald Trump teksa i është drejtuar Vladimir Putinit se po luan me zjarrin dhe se veprimet e tij po tregojnë që Rusia nuk ka vullnet që të shkojë drejt një paqe ose një marrëveshje konkrete për të vendosur paqen në Ukrainë? Donald Trump ka dhënë mesazhin e tij, besoj që Vladimir Putin e kupton mesazhin e Donald Trump, por deri më tani kemi vetëm sanksione të cilat e sankcionojnë Rusinë, si nga Bashkimi Evropian, po ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk kemi një reagim konkret ushtarak dhe një gjë të tillë momentalisht nuk është e mundur të bëhet për shkak se kemi edhe disa luftra tjera, të cilat zhvillohen në heshtje realisht, por që Donald Trump besoj në një kohë të caktuar do të thotë stop dhe do të ketë një përforcim të artillerisë dhe pjesës ajrore të forcave ukrainase, pa limit, dhe më pastaj Vladimir Putin do ta kuptoj gjuhën amerikane, për shkak se Donald Trump nëse vendos të ndihmojë pa limit forcat e Ukrainës, atëherë Rusia do të ketë një problematik shumë të madhe brenda organizimit të vetë forcave ruse. Çfarë kërkon të arrijë Vladimir Putin, teksa nga njëra anë thotë se është i gatshëm për bisedime dhe për të arritur një marrëveshje konkrete, por nga ana tjetër vjen sulmet kundrejt Ukrainës?
Vladimir Putin i kuptojmë politikën e tina për shkak se ai dëshiron të marrë kohë për riorganizimin e forcave të armatosura ushtarake ruse, po ashtu ka një përkërojën nga pjesa e krajt të Koreas së Veriut dhe pjesëve tjera të cilat thjesht kontrakton ushtar nga pjesa pjesa veriore e Koreas dhe kështu që ai ka disa garnizone, disa bataljone me forcat nga Korea, por një gjë të tillë nuk e ka bërë Kina dhe pse Kina e mbështet në pjesën logjistike komplet. Dhe për atë arsye Vladimir Putin ka marrë një performancë tjetër në luftën e Ukrainës për shkak se pjesa e artillerisë dhe pjesëve tjera nga Kina, si ndaj Putinit gjithsesi Rusisë, është një diçka shumë e veçantë dhe ndërsa pjesën tjetër është ndërprer jo siç ka qenë më përpara nga Bashkimi Evropian dhe nga amerikanët për Ukrainën, por është ndërprer një masë caktuar pjesa e donacioneve të cilat i ka pas Ukraina në kohën e kaluar dhe tani më kemi edhe në përkeqësimin e gjendjes në Ukrainë ndaj forcave ukrainase të ushtrisë. Ditët e fundit është mësuar se Rusia ka vendosur disa kushte konkrete për të shkuar drejt një marrëveshje dhe një nga këto kushte është që NATO të frenojë zgjerimin e saj kryesisht në lindje. Pra, duke qenë se e ka përdorur dhe si një argumentet kryesore që pse ka sulmuar Ukrainën, ju si mendoni, a do të bindet perëndimi pikërisht këtyre kushteve të Moskës, e cila kërkon një frenim të zgjerimit të NATO-s, pra që dhe Ukraina të mos jetë në NATO, mos jetë në Bashkimin Evropian, pra që NATO të bëjë një hap mbrapa në raport me zgjerimin e saj në lindje. Unë nuk mendoj se do Bashkimi Evropian po ashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se interesi geopolitik është që NATO të shtrihet në pjesën edhe lindore, gjithsesi të fut në ombrellën e saj po ashtu edhe Kosovën e pjesë tjera dhe të frenon realisht ndikimin e Rusë në Ballkan dhe në pjesë lindore. Dhe kjo është e mundshme vetëm me ardhjen e trupave të NATO-s dhe futjen e Kosovës dhe pjesëve tjera në NATO. Dhe këtë Vladimir Putin e ka pas synim edhe më herët, por që nuk ja ka arritur. Unë besoj që Ukraina nuk do të jetë në NATO, por në rast ndonjë marrëveshje diplomatike, por do të ketë një neutralitet dhe momentin që do të ketë sulme në të ardhmen, në rast që arrihet një marrëveshje e tillë, atëherë NATO do ndikojë me forcat e tyre pasore direkt në Ukrainë. Çfarë mesazhi kërkon të jap Gjermania, e cila ka bërë të ditur riarmatosjen e saj dhe modernizimin e ushtrisë, por nga ana tjetër theksohet se i ka dhënë leje Ukrainës që të godas me raketat e perëndimit brenda territorit rus? Kancelari Merz ka zhvilluar komplet një riorganizim në forcat e armatosura të Gjermanisë. Po ashtu NATO, sipas disa informacioneve edhe tani me media, ka ndalur që dikun rreth 40.000 trupa Gjermania duhet i përgatit për përforcimin e pjesës lindore të NATO-s. Dhe Gjermania çdo ditë më shumë zhvillon teknikën e saj ushtarake, prodhon, deri me tani mund të them që Gjermania nuk ka pas një kapacitet të tillë të prodhimit, por tani më që nga vitet e kaluara, Gjermania prodhon maksimalisht dhe gjithë industria ushtarake dhe ajo realisht private janë duke prodhuar armatim të konsiderueshëm për përballjen e Rusisë. Pasi që Gjermania konsiderohet një ndër vendet
që ka kapacitete si ekonomike, po ashtu edhe kapacitete njerëzore për të arritur një qëllim të tillë. Ndërkohë të ndalemi pak në rajonin e Ballkanit. Si mendoni me rikthimin e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, Ballkani është më i rrezikuar nga ariu rus dhe Serbia apo SBA ende nuk e ka bërë atë veprimin e madh për t'u tërhequr? Donald Trump ka rolin e vet si president realisht, po Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ndryshon politikat e tyre ndaj vendeve aleate siç është Kosova dhe Shqipëria dhe vende tjera në rajon. Përkundrazi ne kemi sot një Defense 2025, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ushtarët amerikanë marrin pjesë në këto zhvillime, dhe kështu që amerikanët kanë për synim që gjithsesi të bazat kryesore të bajnë në Shqipëri. Pasi që Shqipëria gëzon një pjesë strategjike në pjesës lindore. Si pjesë e Defender 25, Kosova, pra forcat e sigurisë Kosovës dhe ushtria amerikane janë duke zhvilluar nga data 26 maj e deri në 9 qershor një stërvitje të përbashkët ushtarake si pjesë e forcimit dhe strukturimit edhe të forcave të armatosura të Kosovës, por edhe si një tregues i fuqisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Ballkanit. Kjo stërvitje a është një shenjë kundrejt çdo agresioni të mundshëm që mund t'i vijë Kosovës dhe konkretisht në këtë rast një përgjigje ndaj vetë Serbisë? Po, ashtu është realisht, për shkak se Serbia në kohën e kaluar ka zhvilluar stërvitje ushtarake me Rusinë dhe kjo është një pjesë strategjike e amerikanëve, konkretisht Aleancës Veriatlantike të NATO-s, që dëshiron që forcat e sigurisë të Kosovës të shndrojnë një forcë të fortë e cila e ka mekanizmin për mbrojtje, por në rast të ndonjë sulmi prapë do të sulmojnë ndaj atij në agresore që do të ketë. Forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë, po ashtu edhe forcat e sigurisë të Kosovës bëjnë trajnime të vazhdueshme realisht. Ne kemi pas 152 ushtarë dje që i nisë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithsesi në pjesën ushtarake, ku do të bëjnë trajnime të ndryshme, të nevojshme, dhe besoj që Kosova në një kohë të caktuar do të arrit kapacitetet e tyre të plota ushtarake për mbrojtjen e territorit vet, duke pas parasysh do të ketë edhe ndihmën NATO-s, që pikë synim kryesor është Kosova të hyjë në NATO. Dhe kjo është një stërvitje e cila e ndihmon Kosovën për në NATO. Me gjithë praninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Ballkanit dhe konkretisht në Kosovë, nga ana tjetër, a ka element të cënueshëm që Kosova mund të rrezikohet nga Serbia? Realisht Kosova çdo ditë rrezikohet nga Serbia, sepse nuk kemi një marrëveshje të paqes, po ashtu Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet, dhe anasjelltas edhe Kosova, dhe Serbia realisht ka dikun 70% që ka deklaruar edhe ministri mbrojtjes zotri Maqedonci, dhe po ashtu ne i dim që edhe pjesët e sigurisë të saj strukturat e sigurisë, shërbimit sekret dhe ushtarak, tentojnë çdo ditë më shumë të sulmojnë në mënyrë verbale strukturat e sigurisë të Kosovës dhe hapësirat e territorit të Republikës Kosovës, të cilat realisht në jetën e përditshme janë të padukshme, por nëpërmes të strukturave të tyre ata bëjnë çmos për të sulmuar Kosovën në mënyrë hibride. Çfarë po ndodh me Aleksandar Vučić, i cili priti djalin e dhëndrit të Donald Trump dhe u duk se do të kishte një derë të hapur në Shtëpinë e Bardhë, por në një vizitë të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai mbeti krejt i zhgënjur pasi nuk mundi të takonte Donald Trump
dhe politika zyrtare e Beogradit gjeti një justifikim duke thënë se ai ishte i smur të paktën në një deklarim zyrtar. Dhe më pas ai u pa në paradën e festimeve të përkujtimit të fitores mbi nazizmin në Moskë. Çfarë po ndodh me Aleksandar Vučić? Ku po qëndron ai? Se një këmbë ka në Moskë dhe tjetrën kërkon SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Kjo këmba në Moskë është e qëndrueshme, ndërsa këmba tjetër realisht ju ka dëmtuar te Mosë për shkak se ne e kuptojmë se Donald Trump dhe djali i tij kanë pjesë ekonomike dhe interesit ekonomik, ndërsa sa i përket Departamentit Amerikan të Shtetit vendos se çfarë dhe kënd do të ftoj që të jetë prezent dhe të takoj edhe Donald Trump. Donald Trump normal është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, është i respektuar, por që udhëhiqet nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ne i kuptojmë politikat amerikane dhe ata e kanë dhënë inteligjencën e sigurisë tyne dhe ata e parashikojnë çdo çka se çfarë do të ndodhë. Dhe ajo që ndodhi dhe se si, e ftuan zotri Vučić e ftuan në Amerikë dhe në fund e kthyen duke mos marrë asgjë sepse karrimi i tij ishte diçka tjetër, por që ju ndryshua agjenda dhe më pastaj përfundoi në Moskë, ashtu i smur, shkoi në paradën të ushtrisë së kuqe, por atje nuk ishte i smur dhe kuptojmë këto edhe mediat edhe njerëzit e sigurisë edhe ata gjeopolitikës se çfarë kemi të bëjmë. Në optikën tuaj si eksperti i sigurisë, si mendoni se do të jetë qasja politikës amerikane kundrejt autokratëve që mund të shpallen non grata ose mund të kenë probleme në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mund të kenë të njëjtin fat si Milorad Dodik? Unë shpresoj të ndodhen ato dhe çdo gjë që ndodh dhe sanksionohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, departamentet e ndryshme dhe nga vetë shteti, ne janë të mirëseardhura, pasi që Milorad Dodik është njërin nga strukturat e shërbimit sekret FSB të Rusisë. Ne i kuptojmë këto dhe Rusia ka pas qasje të vazhdueshme në Republika Srpska se në ato të shërbime sekrete, po ashtu edhe ushtarake, ashtu siç ka edhe në Serbi. Dhe amerikanët kanë, për shembull në Kosovë kanë një bazë kryesore dhe në ushtarake, e cila bazë ka kapacitetet të mjaftueshme për t'ju kundërvyer ndonjë sulmi që do të jetë planifikuar nga Rusia apo nga pjesë tjera, dhe që përcjell komplet pjesën e Ballkanit, çdo ditë më shumë zhvillohet, financohet zhvillimi i tij dhe besoj që një të ardhmen shumë të shkurtër Shqipëria do ta ketë edhe flotën ajrore, bashkërisht me ato amerikane, edhe forcat e sigurisë të Kosovës do të kenë trajnime të vazhdueshme. Dhe kjo është ndikim shumë i posaçëm ndaj forcave të sigurisë të Serbisë, po ashtu e Republikës Srpske, pasi që Dodikun e dim që ka ngritur Bosnia e Hercegovina ka ngritur akt akuzë ndaj tij dhe ai pritet çdo moment të arrestohet, por jo një arrestim medial apo problematik se çysh planifikon Dodik, por planifikimi i tij është që në mënyrë të qetë të arrestohet dhe të dërgohet para organeve gjyqësore. Edhe pse Dodik nuk do të lejojë një gjë të tillë, pasi që ai dëshiron të emigrojë në Rusi. Zoti Makolli, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Ju falenderit, jeni të mirëseardhur dhe shpresoj të jeni korrekt ashtu si deri më tani me gjithë qytetarët e Republikës Shqipërisë, por edhe gjithë trojet shqiptare. Mirupafshim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.